Shiko, çfarë amshor. Është I mrekullueshëm. O, çmrekulli. Ore, are nuk është thjesht jeta një e drejtë për të jetuar deluzionin tënd sa më bukur të jetë e mundshme? Mire thash. Aq më tepër kur shoqërohet me një kafe. Se për kafe do flasim, për kafen. Për kafe. Për kafe. Për kafe. Jam Jugor. Për kafe. Kafe. Do pish një kafe. Do pish një kafe. Okej, një traditë në fakt që ka nisur fillimisht nga Perandoria Osmane, nga Stambolli ardhur në Shqipëri, përqafuar përzemërsisht dhe pastaj pas viteve 90 kemi filluar edhe me Ekspresin. Këto janë linjat e përgjithshme. Për linjat e përhollshme do të flasim me Anisa Petin, një ekspert. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Kënaqësi e madhe që të kemi këtu. Ti Anisa ke një tani master në kafe? Dua ta korrigjoj pak, nuk jam eksperte, jam specialiste. Rrugës për të bërë eksperte. A pse është specialiste fillim pastaj bëhesh ekspert? Unë mendoj që një person që është ekspert ka më shumë eksperiencë se unë, patjetër. Se unë jam akoma në fillimet e mia. Okej, dakor. Je para shqiptare që ke master. Jam para dhe jam shumë krenare që jam bërë këtë titull. Po çfarë është ky titull? Se që ta kuptojmë, çfarë është eksaktësisht kjo gjë? Atëre, masteri që unë kam bërë quhet Shkenca dhe Ekonomia e Kafes. Është vetëm janë botë për momentin. Është diçka shumë specifike, e veçantë, dhe le themi që nuk e dëgjon, nuk besoj që s'e keni dëgjuar ndonjëherë në jetë apo jo. Nuk e dija që, domethënë, ti praktikisht nuk është se je vetëm e specializuar te degustimi I kafes, por je edhe tek tregtimi I saj, tek, domethënë tregjet si funksionojnë etj. Që ka nga momentin që futet fare në dhe, edhe deri momentin që ti e pin filxhanat e kafes. Domethënë gjithë ato zinxhirin e studion. Si e vendos në aplikim, po themi, në një industri, në një treg, në një market si Shqipëria? Do me çfarë roli ke ti? Mund të punosh në një fabrik, mund të punosh në degustim, mund të punosh në krijimin e mishelave për të shitur patjetër, mund të punosh, nuk e di, në banak, mund të punosh në krijimin e recetave, gjithashtu. Më thonë, ka aq shumë fusha në lidhje me kafen sa. Një zgjedhje shumë smart në një vend ku kafja është institucion ndër të tjerë. Ne pim kafe për diskutuar një hall, një kështu. Kush është, si thua, si fillim një herë, ke probleme me kafen turke? Jo, nuk kam asnjë problem. Quhet kafe. Njerëzit që pin kafe, që pin ekspres për shembull, kafen turke e kanë. Patjetër që po. Mano kush janë këta, të lutem. Se tani do më thuash pata që pin da kafe, si quhet kafe? Si thua ti, si quhet kafe? Jo, dakord më po. Po, ka kafe francez, kafe filtri për shembull. Mund ka ndodhur një herë në Greqi, që nuk ka lidhje me këtë, dhe tha kemi kafe greke. I thash, si është kafja greke, se kisha dëgjuar ndonjëherë. Uli zërin dhe më tha, si kafe turk. Ata kanë një lloj pjekje tjetër, nëse zgaboj. Pra grekët e pjekin më pak, ata e linikon që thonë ata. Në fakt unë e di të kundërtën. Apo e pjekin më shumë. Më errët. E pjekin pak më tepër. Se kafja turke në vetë vetë. A nuk është si më e kuqe ajo e grekut? Me errët e ke fjalën apo? Me e kuqe. Me hapur. Dhe turkja më duket më errët. Kafja turke më duket më dark, më errët në ngjyrë, kurse kafja greke ka çiksi më të kuqerremt. A nuk do të thotë që është pak më pak e pjekur? Nuk e them dot se nuk kam qenë në Greqi, me thënë drejtën. Kështu që nuk flas dot, jo, nuk kam qenë. Okej, dakord. Nuk e vetëm dorën zjarr. Jo, ta them unë që kam qenë, kam jetuar aty, ata e kanë pak më të hapur. Nëse e njëjta logjikë është pak a shumë, po. Pse kaluam aty? Ne themi që tani pim ekspres. Siç është dhe emisioni jonë Express. Pim Express. Por ulemi në kafe dhe rrim 3 orë. A bën sens kjo gjëja? Në Itali, domethënë ideja është që Expressi është diçka që thjesht e kthen dhe vazhdon punën, vazhdon ditën. Që ka për mendimin tim kafja te ne është kështu si justifikim social. Po. Do të thënë dalin për kafe, ti del për të fol, për të ndarë hallet e ditës, për të pajtuar, për të zënë, edhe për marrëdhënie pune, domethënë është një arsye për të dalë nga shtëpia e themi, se për ne shqiptarët është shumë e rëndësishme marrëdhënia. Kjo do të jemi patjetër me njeriu ta flasim nga afër dhe kafja është aty, kafja e gjatë që ne duam të gjatë dhe me krem që nuk ekziston, por gjithsesi. Po, pikërisht 3 orë. Të diskutojmë pak për këtë, domethënë përveç stereotipizimeve dhe karakterit shqiptar, që absolutisht shqiptari është artisti që kafen e shkurtër e kthen 3 orë, patjetër kjo është një fenomen besoj unik, se grekët pin frapet paktën.
Po kulturat ballkanike kanë këtë që përdorin për shembull edhe ne I themi do ham buk, nuk themi do drekojmë ose darkojmë, edhe do pim kafe, nuk themi do takohemi të konsumojmë diçka. Megjithatë, për sa I përket mua më kuriozon shumë. A është një shkollë që e ke kryer në çfarë shteti, ku ka ndodhur? Në Itali e ke bër. E dyta, sa vështirë është si Ishte shumë intense, me thënë drejtën. Është intense, ja? Është vështirë, është shumë e vështirë. Në rast se nuk e dini, për shembull, ja një informacion ose le të themi kuriozitet për kafe, nëse kafja është realisht frut. Absolutisht. Okej, jo shumë vetë di, madje shumë vetë mendojnë që kafja është ashtu e pjekur. Me thënë, nuk e dinë që është një kokër e vogël jeshile, ndonjë që është e pjekur. Tani më fal, se ndërpreva. Okej. A ka unë me sa di ka një lartësi të caktuar që kafja kërkon që të jetë në maksimumin e saj dhe di që është goxha lart, nëse do kërkon apo është arabike ajo që kërkon. Është një le të themi një rrip në mes të hartës, nëse shikon në zonat që janë më tropikale, aty rritet kafja, pasi duhet të ketë patjetër, do të ketë kushtet për të rritur, do të ketë lartësinë, do të ketë rreshet e duhura. Por që ndahen pasi kemi dy lloje kafesh, arabiken dhe robusta. Arabika është pak më tekanjoze, është pak më delikate, ndërsa robusta është kështu kape hidhes se rritet ku ta hedhësh. Domethënë është shumë rezistente. Tani shtetet që kanë një traditë më të lartë prodhimit kafe janë këto të Amerikës Qendrore, Peru, Bolivi, Brazili patjetër. Patjetër dhe pastaj Afrikë, nëse s'gaboj. Në Afrikë, po. Gjithashtu është edhe pjesën azatike, siç është për shembull Vietnami, që mbahet për kafen robusta, ndërsa Brazili është për arabika. Këto janë dy vende më të rëndësishme që fiksojmë. Okej, tani arabika apo robusta? Janë dy gjëra komplet ndryshe. Domethënë arabika është më tepër është një kafe aromatike, e cila ka një profil shumë më të gjerë në krahasim me robusta. Robusta përdoret për trup, përdoret që në një mishel të ketë krem, të ketë stabilitet. Ndërsa unë personalisht preferoj gjithmonë një kafe 100% arabika. Të them të drejtën. Gjithë ata që janë specialistë ose ekspertë preferojnë arabika. Nuk kam njohur kur një njeri që pastaj robusta është ajo që dikur në fillimet e demokracisë shqiptarët e preferojnë më shumë për shkak se nuk binte sheqeri. Kjo është prova që bëj shive sa më sheqer. Po ka ndryshuar në fakt perceptimi të duket si ti më thuaj prandaj. Jo, nuk e shikoj akoma. Domethënë jemi në rrugë të mirë, pa akoma nuk kam ndryshuar, me thënë drejtën. Vazhdon ta duan atë kafen e gjatë, siç të thash, edhe me krem. Po është shumë e vështirë ta arrish ato dhe kafe, dhe patjetër duhet të ketë robusta brenda, se ndryshe nuk arrihet. Okej, çfarë dallon një kafe të mirë? Që thua një kafe të mirë dallon që të jetë një kafe e balancuar, që nuk më e rëndësishme që nuk ka nevojë për sheqer që ta pish. Se ne hedhim sheqer, patjetër që të mbysi pak atë hidhsinë që ka kafja. Nëse ti arrin ta pish pa sheqer, edhe nuk të djeg edhe nuk ke atë sikletin, atëherë janë rregull. Unë kam njerëz që pinë macchiato që më shtohet ose me shkum me 2 sheqer, që është 3 leçe pak. Unë kam shpirë me 4, kështu që. Me 4, seriozisht, nejse. Besoj brezat e rinj kur prezantohen me kafen i duan me shumë sheqer se është e ëmbël, po megjithatë më tej fillon ta shjosh më tepër kafen vetvete. Okej, në Shqipëri me sa po kuptoj, po më thuaj që shumica preferojnë një miksin e dyjave, pra mund të jetë arabika dhe robusta bashkë. Cili do të ishte përqindja e zakonshme e miksimit të tyre? Shiko, unë mund të them që kohët e fundit, ose më saktë 2-3 vitet e fundit, kanë filluar ta pinë çik më tepër këtë 100% arabikën. Sidomos se është fut kafja speciale quhet, është fut në treg. Ka disa kafeone në fakt që bën shumë mirë. Edhe kanë filluar ta shijojnë kafen siç duhet. Por nëse do thoja një Michel midis, më thënë me arabika dhe robusta, do thoja 70% robusta, 30% arabika. Do thënë ne e pëlqejmë goxha atë hidhsinë që ofron robusta akoma. Se kemi ngelur te kafja turke, kafja turke në vetvete ka më shumë robusta. Okej, prandaj. Sa kafe duhet pimë në ditë? Unë për vete pi 4. Prandaj kështu ti. Disa shumë bën këtë pyetje të drejtën edhe madje disa kafe pi gjatë ditës. Mund pi maksimumi të 5 kafe që të jem rregull. Tani nëse më kërkon puna, patjetër do pi shumë më tepër. Por që ti do pish sa të duron ty trupi. Ka ditë që ty të duron 1 dhe ka ditë që ty duron 5. Kështu që ti shiko si je gjatë ditës, nëse nuk ta duron më mirë mos e pi.
Ja, Rudi bë vite që s'pi kafe fare dhe është në rregull. Imagjino që ka qenë S'maduron. një Do me njerëzit thënë S'maduron, jo, më jep dritje duarsh edhe nuk më pëlqen shumë. absolutisht. Dita degustoj shumë mirë kafen e mirë, por problemi është që se përballoj dot. Edhe dekafeinado pastaj nuk Ç'a mendimi ke për dekafeinë? sa do thoja po pi dekaf, edhe unë në Po fakt s'pjetë, kam një video që them kam shumë respekt për ta që pinë dekaf, të them të drejtën Po nuk e sepse besoj. Po janë më mirë se ato që pin- pinë matcha. këta e pinë Janë kafe. janë Matcha ka kafeinë. po le të ketë kafeinë më burr. Ka kafeinë edhe matcha, Se- po mua personalisht më pëlqen shumë matcha, them drejtën. Qa Ose është që matcha? si e vështirë që të mësohesh. Matcha është Por më fal, a mund të më tregosh çik këtë historinë e matchës se nuk e di tani. Nga vjen kjo matcha më? Shiko, Argentina si të bëjnë këtë më duket? jo, në fakt është shumë e Kam përhapur përshtypjen. në Japoni. e pra është diçka Ah, është aziatike. çaji diçka ajo asiatike. jeshilja. Po. Si quhet ajo e Amerikës Latine që pin kanë një si, a nuk është matcha ajo? Që pi Massimo me Suarezin që kanë atë gjën që. Nuk e di se ç'është. Nëse është tjetër gjë ajo. Okej. Jo, se kam dëgjuar as të ndryshme. Unë ngatrova atë me matchën. Matcha është kjo e jeshilja po. Ajo Po, jeshilja, po, po. ajo po. Ajo ka kafeinë vetvete. Ka kafeinë edhe ajo, po. Se Nuk e di njerëzit sa pinë- kafeinë ka, se nuk është se kam Ka, studiuar, po kam ka duket kafeinë. Po. 25 mg për pak a shumë si kafja. Edhe është futur rrullshëm në Shqipëri, me sa kam vënë. Nuk e di sa e preferojnë njerëzit, po. E shëndetshme është, nuk është se është e keqe. Jo, nuk është, nëse e bën shëndetshme. kombinimin e dur është e Po, mirë, me shëndetshme thënë është. drejtën. Si duket industria? Po më fal. Po të them për dekafën që Mm. kam shumë respekt sepse ata e pinë kafen vetëm sepse pëlqen shija kafes. Me thënë nuk e pi kafen me idenë që dua të më zgjoj. Dhe unë vërtetoj shumë njerëz që shijojnë kafen. Zakonisht janë duan pirës ata që e pinë tek kafe. Është për të shoqëruar cigaren. Se kafja me cigaren më treqe, më çka Kafe me kombinim. cigaren. Po pra. Që mua më vjen shumë keq se nuk e shijon fare kafen nëse pi cigare se. Më thënë shija e cigares është shumë më e fortë se sa kafe, se mbyt. E vërtet është, e vërtet. Më fal, Po. nuk e di mendima ç'a është gojdhën që kam dëgjuar është që macchiato është më e dëmshme se kafja, se qumshti ndihmon që kafja të rri më gjatë në organizëm etj. Është e vërtetë apo s'ka lidhje Jo, nuk ka fare? lidhje fare. Me thënë, e vim me gjysh që është e dëmshme. Nëse ti do të shosh kalorit për shembull, nuk i shton qumshtin. Okay. Pi vetëm Është çështje kafen. kalorie. Por nuk jo është se- se kalorie, jo, nuk e dëmton fare. Tani nëse je intolerant ndaj laktozës është gjë tjetër, po Po. jo nuk e dëmton as pak. Po, po. Kush është niveli më i mirë që ka kafja shihen më maksimale, ristretto, kafe shkurtër, si kush është ajo Sigurisht që jo kafe gjatë. Me kafe jo, gjatë, kafja gjatë është unë personalisht e pi deri te gjysma filxhanit. Ose ndonjëherë pi edhe ristretto nëse do ta ndjej vërtet atë shijen e kafes edhe mos ta zgjat shumë, domethënë. okay. Ti më duke e pirë me 2 gllënka, le të themi. Okay. Kështu që deri te gjysma filxhanit, jo më tepër. Më tepër Më tepër pastaj ekstraktohet vetëm çangelet nga kafja dhe është më sikur digjet, le të themi. Okay. A është industri e vështirë të bërit kafe dhe të shiturit kafe në Shqipëri? Është një, nuk do thoya që është e vështirë. Jo? Jo, por do thoya që ka shumë kafe. Më thënë, në këtë moment në tre ka vërtet shumë kafe. Dhe është një luftë e vazhdueshme midis kafeve. Kush është më e mirë, atë më pyesin shumë kush është kafja më e mirë, këtë marr. Po nuk mund të them ti kush është kafja më e mirë. Sa ajo që më pëlqen mua, s'pëlqen ty. Për shembull, në dua 100% arabika, ti nuk e do. Ty duket nuk e di, e thartë, se kam dëgjuar edhe këtë. Po. Por që I duket e thartë arabika. i duket e thartë arabika. Në fakt është pak. po Fare nga arabika që pi. Varet nga arabika. Tani, Se ka të thartë, ka të Mirë. athë, domethënë Shiko, unë kam dëgjuar Është shumë një që janë fjalor i ri. pronar lokalesh dhe thonë që është i vështirë industria e kafes në Shqipëri për shkak të konkurrencës ndonjëherë të padrejtë. Ka shumë njerëz po. që hapin lokale që janë super lux etj. Merat që janë qindra mijëra Po. euro të investuara, ndërkohë që çmimi po themi mund të qëndrojë 1100-1200 për një por kafe. jo domosdoshmërisht të kanë kafe më të mirë, sepse unë Jo domosdoshmërisht. Okej, ka lokale lagjesh që jo kanë domos- kafe shumë të mirë për Jo, shembull. jo domosdoshmërisht, po them që nëse ai ofron gjithë infrastrukturën, bën një ambient shumë të mirë, sigurisht që do të tërheqi njerëzit për nga estetika, për nga Po jo nga investimi cilësia e tjera kafe. me radhë. Dhe nëse ai me një super lokal, kupton, e shet kafen 1100 ose 1000 se nuk ka interes fare te kafja, sigurisht rritet vështirësia e shitjes së kafes në këto lokale që pastaj e kanë koston e kafes më të shtrenjtë, kanë lokale më të vogla, edhe është kthyer e vështirë, sepse Shqipëria realisht e ka lirë kafen në raport Po, me shtetin, nëse do pije një ekspres në Itali sa do ta marrësh. Nëse do 1,20 €, 1,40 € mund të ketë shkuar për momentin. Kështu që po, për mendimin nëse tim e e merr ka dhe ikën. shtrenjtë. në vende kështu. Jo, një soi, si nëse merr dhe ikën. Edhe nëse pi aty që ke. A që ke në Itali? Ta pish në banak. Ti po thosh të ulesh, po Ah. paguan E tavolinën. pra, Po jo, Po unë pra. që kam jetuar në Itali, ka ndodhur që kam marr kafe jam ulur dhe 20 kam paguar. Kush janë gabimet kryesore që bën njerëzit kur përgatisin kafen?
Në shtëpi apo në Po bar? në shtëpi kam përshtypjen do jetë ekspres i gatshëm që nuk e çfarë bën gabim. Po ja një gabim që mund bëjnë është se pastrojnë shpesh atë ekspresin edhe me kapsula po tjetë. Sepse mblidhet, ne them mblidhet edhe ujë apo gëlqerja nga uji që përdoren se jo Minerale, gjithë po jo gjithë përdoren ujë të filtruar. Dhe kjo është një gabim kryesor. Duhet ta shkarkosh më parë se të bësh kapsulën për shembull. Para se bësh kapsulën para shkarkon. Në bare pastaj. Po në bare. Kush janë? Nuk di nga t'ja filloj. Ja nisja një para punës se nuk e pastron ekspresin. Sa shpesh duhet pastruar? Çdo javë. Me thënë të paktën luga, portafiltri që thuhet, to të pastruar patjetër çdo javë. Ajo mulliri ku mbahet kafja duhet pastruar, pas ato mbetjet ndikojnë në kafe. Një nga gabimet që bëjnë është që nuk rregullojnë bluarjen sipas kohës që është jashtë. Për shembull, nëse ka shumë lagështir duhet rregulluar bluarja, pasi nuk do del kafja. Më trash apo më holl kur është lagështir? Më trash. Më trash kur është lagështir, më holl kur është nxehtësi. Okej. Edhe nuk duhet bluar shumë kafe, me sa di unë, që ta kesh aty. Mirë është të jetë gjithmonë kur bluajnë shumë kafe, ngelet aty dhe ikin ato aromat. Edhe nuk del më njësoj, dhe ti prapse prap duhet ta rregullosh mullirin. Prandaj shumë veta për shembull, siç bën kafen e parë nuk bën të dytën. Dhe unë shpesh kam qelluar që kur shkoj në një bar për fiksim le themi, marr kafen e parë, pastaj them pas 10 minutash më bëdhi një tjetër dhe nuk kanë lidhje fare njëra me tjetrën. E komplet ndryshe. Kjo është për shkak të bluajtjes kryesisht, se besoj se në 10 minuta ka ndryshuar diçka tek ekspresi. Duhet të jetë më tepër është për shkak të bluarjes. Ose që kanë lënë shumë kafe aty brenda. Ose nëse e vendos të portafiltri, për shembull, duhet vendosur drejt. Do të thonë kur është shtyp, duhet të rrit drejt ai keku i kafes se thuhet qëndron për shembull nuk qëndron drejt, po qëndron kështu si pjertas, edhe nuk kur del uji nuk del në mënyrë homogjene, nuk kalon në mënyrë homogjene te kafe. As nuk duhet shtrënguar shumë. Çfarë specialisti kam qenë në këtë gjë, disi nxirja kafen. Po është artore, nuk e di si do të vinte. Nuk e di si do të vinte nga ishte elementi surprizë. Tani për sa i përket kompanive shqiptare që kam dëgjuar që ka disa që marrin kafen e gatshëm andej dhe bëjnë pjekjen këtu. A mendon se mund të konkurrojnë në tregun shqiptar kompani të konfirmuara italiane kryesisht? Kur thon marrin kafen e gatshme, domethënë marrin jeshile dhe pjekin këtu. Po. Marrin fesët i bëjnë. Kam njerëz që Po, dhe një kompani të tilla dhe në fakt kanë kafe shumë mirë. Ashtu, ë? Po. Sepse ka të bëjë shumë njerëz para punës kush është personi që provon këto kafe që vijnë, edhe mishela që bëjnë. Po. Edhe pakti me çfarë kam parë, personat që bëjnë mishelat janë të huaj. Shumë rrallë janë shqiptar. Domethënë ti mund të bësh janë specialist. Mund të bëj, nuk e kam akoma në ekspertizën time, por mund ta bëj. Çfarë ishte i dashur në Kanë pyetje nga regjia të këqijat që të sjell kafja. Të këqijat që të sjell kafja. Tani nëse organizmi jot nuk e duron është problemi jot, nuk është problemi i kafes. Jo, është problemi i kafes, dozën e kafes, jo kafen si kafe. Atëre patjetër mund të shkaktoj të dridhura, mund të shkaktoj që nuk do flesh gjumë, mund të kesh po jo. Ose mban nervi, domethënë edhe divorcohesh. Kafja i shton problemet. Flasëm për njerëz intolerant flas, ë? Po, për njerëz intolerant. Po. Se ka, shiko, diskutimi i kafes është një diskutim që ka të paktën 50 vjet që e dëgjoj. Bën mirë apo s'bën mirë? Shumë studime dalin që bëjnë mirë, disa studime thonë se bën mirë. Shumë bën mirë për zemër për shkak. Po, absolutisht. Për ca njerëz bën mirë dhe nëse trupi jote pranon dhe ndihesh mirë, të bën mirë. Nëse se pranon, është e thjeshtë. Shumica e studimeve që dalin është që kafe bën mirë, me thënë drejtën. Edhe njerëzit që jetojnë shumë gjatë thonë pini kafe. Patjetër. Që unë do të them pini kafe. Pini kafe. Po kafja moka që përgatitet në shtëpi, mund është quhet kafe e mirë? Nëse bëjmë një kafe të mirë, me thënë vetvete, po, kafe mirë është. Kafe... Le të themi është pjesë e kulturës italiane më tepër. Unë personalisht e pi ndonjëherë, por nuk është se e preferoj shumë mokën. Kur do një kafe, do të pish një ekspres. Çfarë mendimi ke për kafen turke? Është më e shëndetshme apo më pak e shëndetshme? Ti kafen turke, më fal se ndërprer. Kafen turke ti e pin ashtu siç është, domethënë pa filtruar. Çfarë do të thotë që ka sikur edhe mbetje nga kafja? Bie poshtë. Bie poshtë, po ti gjithsesi e merr pak në organizëm. Kështu që edhe atë llumin, që i themi ne, edhe atë pi pak e fut në organizëm. Nuk është aq e pastër sa një ekspres. Janë këto mbetje thuaj. Kështu që po gjithsesi është kafe mirë. Dhe mendoj se është pjesë e kulturës tonë, që ne më tepër mendoj e pim për atë arsye. Kafja turke të tregon dhe të ardhmen.
Lexon filxhan. Sigurisht, Me qofse ekspres ti- nuk lexon dot filxhan. Nëse di, gjithmonë ta lexosh. Po mirë, gjithsesi. Nëse di ta lexosh. Çfarë dohet? Po, në tregun shqiptar, në industrinë shqiptare ka filluar të rritet edhe prezantimi. Domethënë kemi parë këto çka quhet art latte, çka janë këto që të vjen cappuccino para 10 vitesh nuk diskutoj gjithashtu, se mund të ishin fillimet, po para 10 vitesh filloi si. Ma e mend që po të shikoje një mjelm, për shembull ishte një këto që bëjnë kështu më. Po më këto që bëjnë forma gjethe me llage të kafe. Gjethe e tjera me radhë, po ndryshoi në tërësi prezantimi, se deri në atë moment Shqipëria ishte domethënë me ca filxhan të trash që duhet të hapje gojë sigurisht të shkojë te dentisti që të merrje kafen. Po sot ka ndryshuar. A je optimiste për sa i përket sepse tashmë ti ke zgjedhë një profesion. Para njëherë duhet të jesh optimiste për sa kohë ke zgjedhë që të investohesh në këtë industri. Por çfarë mendon se mund të përmirësojmë dhe a do jetë një industri e rëndësishme, do vazhdoj të jetë një industri e rëndësishme? Përpunës do të cekja pak të kjo latë art që the. Në fakt kemi filluar të marrim pjesë edhe në për kampionate. Po. Edhe më bën shumë qefi sepse janë kampionate që kanë vërtet shumë vlerë, sidomos në rezumen tënde që ke. Tani jam optimiste, mendoj që kafeja nuk ndaloj kurrë të konsumuari në botë. Është shumë e rëndësishme. Mendoj që Shqipëria po ecë me hapa të shpejta dhe jemi drejt një të ardhme shumë pozitive. Dhe mos nga fakti që kemi filluar pi më shumë arabika, si ta thash. Çfarë ti do më pyete? Jo këto, çfarë mund të përmirësojmë? Ajo që mund të përmirësojmë është të fokusohemi çik më tepër te shija, se sa ta bëjmë atë kafen e gjatë. Vetëm të gjatë, të djegur, që të jedhem sheqer. Unë më tepër qëndroj tek sheqeri. Ju lutem mos hidhni më sheqer. Zëvendësojeni me kanellën, për shembull, ose pak të njepini. Me çik mjalt, po çik mjalt. Po edhe pak mjalt. Mos jepini shansin të paktën një javë. Pijeni një javë pas sheqer dhe pastaj shihni çfarë ndodh. Dhe jo vetëm për të përfituar shijen maksimale të kafes, ë? Po edhe për të eliminuar edhe sheqerin, që është armiku numër 1 në fakt. Okej. Shumë faleminderit. Faktikisht koha është e kufizuar. Çfarë ti bëjmë? Do të atria më tepër se ishte shumë shef, po. Edhe ne do donim që të diskutonim edhe më tepër, por në fakt kemi ardhur në fund të emisionit. Ne na vjen shumë mirë që ka njerëz të rinj në Shqipëri që zgjedhin pikërisht fusha, të cilat jo vetëm ata personalisht mund të krijojnë mundësi, por edhe tregut në tërësi ta përmirësojnë, ëh, domethënë absolutisht njerëz që kanë specializim dhe më tej ekspertizë, sigurisht është një viros që fillon dhe përhapet tek gjithë tjerët. Domethënë informacioni është gjithmonë i mirëpritur në Shqipëri. Të komplimentojmë dhe falenderojmë shumë. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit që ishe me ne. Përpara se të largohemi, Ruth Hizmo me Simak Albania ke akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit metalit, plastikës dhe materialeve moderne, teknologji italiane nga lider europian. Instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investo në performancë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Absolutisht, dhe ky ishte edhe fundi i Ekspres për sot. Ne do të takojmë sërish nesër ora 7. Deri atëherë kalofshi bukur. Mirupafshim. Me fitore Bayerni.